Në vitet 2022-2023, Sajmir Krifca, vëllai ish ministres së bujqësisë Frida Krifca dhe ish drejtore e AZBR-s, i ka kërkuar hua shtetasit Fatoz Vrapi shumën prej $80.000, siç e konfirmojnë këto transaksione dhe mesazhe. Fatoz Vrapi i kalon parat në llogaritë e Krifcës përmes dy transaksioneve në 27 tetor 2022 dhe 22 maj 2023. Pasi kalojnë parat, Sajmir Krifca e falenderon bashkëshorten e Fatoz Vrapit, zonjën Albana Vrapi, për dërgimin e parave në SBA. Në mesazhet e tij, Sajmir Krifca falenderon bashkëshorten e Fatoz Vrapit për huan e dhënë, duke i thënë se do të jetë shumë mirënjohës. Ndërkaq, Sajmir Krifca, vëllai i Frida Krifcës që po hetohet nga SPAK për vjedhjen e parave të Bashkimit Evropian për bujqësinë shqiptare, i është drejtuar gjykatës së Tiranës me një kërkesë padi, duke i kërkuar detyrimin e Fatoz Vrapit t'i paguajë Sajmir Krifcës €300.000. Në padinë e Sajmir Krifcës, pretendohet se në 11 mars 2012 kanë përpiluar një deklaratë me Fatoz Vrapin, sipas të cilës Vrapi detyrohet Krifcës €300.000. Por si është e vërteta që një personazh që merr her pas here hua për të mbuluar punë të paligjshme në SBA, befa sipas kërkan hua €300.000? Së pari, Fatoz Vrapi pretendon se për paratë që i pas ka borxh Sajmir Krifcës, nuk ka një kontratë të mirëfillt notariale. Së dyti, kërkesë padia është parashikuar pasi deklarata është përpiluar në 11 mars 2012, ndërsa padia 11 nëntor 2024, pra kanë kaluar 12 vite. Koha e parashikimit është 10 vjet. Së treti, deklarata e huas €300.000 është nënshkruar në mirëbesim, pasi Palos Padice janë dashur të justifikojë lekët që ka patur në SBA dhe për këtë qëllimi ka kërkuar Palos së paditur që të firmos këtë deklaratë. Së katërti, vëllai Frida Krifcës, Sajmir Krifca, nuk ka asnjë provë shkresore për dhënien e parave, as mandat transferte. Sipas kontratës jo të rregullt, shuma duhet kalonte në numrin e llogarisë së padicit në US Bank Chicago. Nuk ka asnjë dokument që Sajmir Krifca t'i ketë dhënë Fatoz Vrapit para në këtë bank, pasi nuk ka as dokument se si janë fituar këto shuma. Pra gjithçka është fiktive. Fatoz Vrapi thekson se vetmja hua e rregullt, me kontratë notariale dhe me transaksione bankare, është hua $80.000 që Vrapi i ka dhënë Sajmir Krifcës.